Kotoleta pule, chicken nuggets. Ato donte djali sot kur mbaroi nga shkolla edhe tha të shkojmë jashtë në restorant të ham. Edhe kuptohet që mami o t'ja përgatisi në shtëpi. Tani si i përgatisun kotoletat e pulës. Përzierjen një herë se çfarë i hedh brenda. Në fillim do presim gjoksin e pulës, kuptohet në fileto sa më të holla. Nuk e laj pulën se nuk lahet pula. Juve që doni talani, hini të lirë talani. Nuk ndalon njeri. Tani, hedhim një vezë, qumësht, kripë, pak piper, edhe një çik vaj ulliri. Në të gjithë këtë përzierjen pastaja, do hedhim filetot e pulës brenda. Sa më shumë orë që ta lëm brenda, aq më mirë është se do marrim më shumë shije. Unë e përgatita, e lash një 2 orë në frigorifer, kuptohet, të mbuluar, që të marrë të gjithë këtë shijen, piva një kafe dhe pastrova këto të gjitha tani që premë pulën. Unë e pastroj ose me sif, ose me detol, me gjëra të tilla, që të ikin të gjitha këto mbeturinat edhe të mona mbetet gjë në lavaman edhe në gjitha këto. I pastrova të gjitha me radhë që thoni, edhe pastaja pas një 2-3 orësh, 4 orësh kur e mora pulën, ishte gati. Në pjesën e 2 do t'u tregoj se si e skuqim pulën, mund ta bëjmë të skuqur ose mund ta bëjmë në tavë, në furrë. Unë e bran të dyja.